Viti akademik në universitetet publike nis me protesta. Ndryshe nga vitet e tjera kur dita e parë në universitete niste në kaos, këtë vit qeli auditorëve është shoqëruar me trazire. Studentët e Fakultetit të Ekonomikut dhe Mjekësisë në Universitetin e Tiranës kanë refuzuar të hyjnë auditor për të protestuar përpara institucioneve të arsimit për të drejta të shkelura sipas tyre. Të rinjtë e Ekonomikut kanë dalë hapur kundër kurseve private që disa pedagogë zhvillojnë në këtë fakultet. Kemi argumentat që studentët për të asimiluar lëndë të ndryshme u drejtojnë kurseve private. Kemi argumentin që studentët në mënyrë jo të drejtë janë penalizuar në provimet e sistemit, në provimet që janë bërë në vjeshtën që kaloi. Cilit janë pedagogët që drejtojnë kurse private? Kësë ngelit mua për ta thënë, do të thënë ka shumë student, po me emër për shumë Silva, unë vetë personalisht nuk bëj kurs privat. Këtë Silva është pedagoga. Këtu çdo gjë është bërë për të kaluar. Dhe kjo gjë nuk është përgjegjësi e studentëve për mendimin tim. Çfarë keni kundër shefit e departamentit të kontabilitetit? Mendoj se ai përderisa në lëndën e tij kalojnë ato studentë që bën kurse dhe jo ata që ndjekin leksionet dhe seminaret, do thotë që ai nuk arrin ta kryejë detyrën e tij. Dita e parë e shkollës, dita e parë kur 1200 nxënës që ishin nxënës tashmë pagëzojnë me emrin student. Dhe ne realisht nuk duam që këtyre nxënësve t'u prishim imazhin e fakultetit. Ne jemi të bindur për diçka që Fakulteti i Ekonomisë është një nga fakultetet më të mira në Shqipëri. Por ashtu kemi të bindur që ka nevojë për ca ndryshime, sepse po calon sistemi që si është ndërtuar ky arsim. Dhe të kemi diçka parasysh kur Fakulteti Ekonomik po nxjerr problemet në pa, imagjino fakultetet e tjera. Por ndërsa të rinjt kanë firmosur një peticion drejtuar autoriteteve të fakultetit dhe krerëve të shtetit nga dekani, rektori, kryeministri deri avokati i popullit, për të gjitha kërkesat që ngrenë në këtë fillim viti akademik, policia private e thirrur në fakultet ka tentuar të frenojë lëvizjen studentore, e nga ana tjetër kamerat të filmojnë. Madje në këtë situatë është përfshirë edhe vetë zëvendës dekani. Dekani nuk u ka dhënë leje, mos i bish kamer. Në momentin që dekani nuk u ka dhënë leje, ti e ke të drejtën do ta shkruash që po e bëjnë të pa leje? Është joni fakulteti, jo i dekanit. Është joni fakulteti, jo i dekanit. Është joni, jo i dekanit. S'ke drejt mbyllësh kamerën objektiv. Të gjithë këtë situatë është përpjekur ta shuaj dekani i Ekonomikut Omer Stringa, i cili përveç se ka kërkuar ndjesë për sjelljen ndaj medjave, ka përgënjeshtruar zërat e studentëve që në fakultet zhvillohen kurse private. Unë nuk di që studentët që pedagogët tonë bëjnë kurse private, në qoftë se bëjnë me ligj ato janë të ndaluar që të bëjnë kurse private me studentët që fillojnë mësim. Unë kërkoj fakt. Nëse unë do të ngrej një problem për dikën, duhet të kem fakte nga studentët. Deri tani studentët kanë ardhur me fjalë dhe kur unë kam kërkuar të më bëjnë fakte, cilët janë, kush janë argumentat që ato pretendojnë, unë nuk kam parë të tilla. Përveç kësaj situate të pazakontë për një fillim viti akademik, ku studentët kanë mbajtur protesta, të rinjtë e viteve të para kanë gjetur vehte në vështirësi për shkak të një kaosi dhe mos organizimi në fakultete. Shumë prej prindërve shprehen me shqetësim pasi fëmijët e tyre në këtë ditë të parë nuk kanë pasur asnjë orientim ku të shkojnë. Unë kam për vajzë, normalisht jam prind fëmijë dhe në këndvështrimin tim do të thosha që këtu është një kaos i vërtet, nuk ekziston mikpritje, nuk ka një fjalë përshëndetëse që të tregoj vërtet të seriozitetin e këtij institucioni. Më vjen shumë keq që dita e parë e vitit akademik nis me këtë rrëmuj. Akoma më e pakëndshme ka qenë situata në Fakultetin e Mjekësisë ku lëvizjen e studentëve për protestë e ka shtypur policia, e cila madje ka shoqëruar në rajon edhe 2 studentë që mbanin në duar pankarta